Pas Zvërnecit vjen reforma. Qeveria shqiptare ka hedhur për konsultim publik disa ndryshime në ligjin për lejet mjedisore. Projekt ligji, i cili do të qëndrojë në konsultim publik deri në 3 korrik të këtij viti, vjen me 80 ndryshime. Në letër, gjithçka duket si një reformë e madhe e cila i paraprin dhe është në linjë me gjitha standardet e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Në të vërtetë ligji sjell disa risi, duke rritur së pari transparencën mbi lejet e dhëna për ndërtim përmes një databaze e cila do të jetë publike dhe aksesueshme nga të gjithë. Së dyti, ligji forcon monitorimin e ndotjes mjedisore. Së treti, ligji detyron gjitha bizneset dhe supermarkete që të ndërtojnë dhe paraqesin planet e tyre afatgjata për neutralitetin klimatik deri në vitin 2050. Por thelbësore dhe problematike mbetet fakti se gjitha këto ndryshime janë në një perspektivë tepër afatgjate, ndërsa kriza mjedisore që po ndodh është tani. Për shembull, sistemi elektronik i lejeve parashikohet që të jetë funksional brenda vitit 2035, pra rreth një dekadë më pas nga momenti i tanishëm. Pra, transparenca e plotë e asaj se çka do të ndodh me mjedisin dhe si do të ndërtohet shtyhet me afro një dekadë. Një tjetër pikë e rëndësishme kritike është fakti se transparenca mbështetet vetëm tek qeveria, pra e njëjta strukturë e cila duhet që të monitorohet nga ligji. Dhe e katërta, por jo më pak e rëndësishmja, ligji fokusohet vetëm tek bizneset dhe tek industria, por nuk merr në shqyrtim zonat e mbrojtura. Në thelb, reforma është teknike dhe detajuar, por pyetja që mbetet është zbatimi dhe vullneti institucional për t'u përgjigjur detyrave sikundër e dikton dhe ligji. Protesta ka hyrë sot në ditën e saj të 12. Pjesëmarrja në shesh poshtohet, ndërsa qartësia se si do të veprojë qeveria dhe çfarë masash do të merren apo se çfarë po ndodh me projektin Biosnar mbetet ende e paqartë.